Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vuri sot në shënjestër vettingun dhe reformën në drejtësi duke paralajmëruar shpërjen dhe rikthimin e të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar apo larguar që e quajti një hakmarrje të narkoshtetit pasi ata u përballën me krimin dhe korrupsionin qeveritar. Berisha lajmëroi edhe rikthimin e të gjithë oficerëve të policisë së shtetit të shkarkuar apo larguar që nga viti 2013 në mënyrë të padrejtë apo që kanë vendime gjykate të fituara, madje thotë se do të arrestohen të gjithë ata që janë përfshirë në lidhje me krimin deri edhe ministra, duke shtuar se kanë ardhur 1 milion materiale me biseda telefonike mes krimit dhe pushtetit. Mëtej Berisha kaloi edhe te reforma në drejtësi, teksa së fundmi është parë në fushat në Itali në krah të ish prokurorit përgjithshëm dhe të dënuar me 2 vite burg Adriatik Llalla, duke përfshirë në listat e kandidatëve të Partisë Demokratike në Lezhë Durrës ish gjyqtarin Sheik Gjingjoni dhe ish prokurorin Arjan Doja. Berisha paralajmëroi rikthimin e të gjithë ish gjyqtarëve dhe ish prokurorëve që sipas tij u përballën me narkoshtetin dhe në shenjë hakmarrje u shkarkuan nga vettingu. Gjykatësit dhe prokurorët që u larguan në mënyrë të padrejtë nga vettingu me gjuhë të shtrigësh, u larguan se u përballën me krimin dhe bandat e qeverisë socialiste. Janë jashtë institucioneve si hakmarrje për ta, të gjitha këto do të marrin fund. Besoj plotësisht e ju kam denoncuar në Këshillin e Europës vipre, andej torturat në burgjet shqiptare, transformim rrënjësor në fushën e rendit dhe sigurisë, me besim të plotë se do jetë një nga reformat më të suksesshme. Kontejnerët me euro shkatrojnë çdo konkurrencë këtu, ndaj nuk vinë investitorët, madje edhe kur kërkoj në Google u del se është vend i pasigurt, e sugjerojnë që mos shko. Do i arrestojmë duke nisur nga ministrat që janë të lidhur dhe mbrojnë krimin. Kryeministri ka sjell krimin dhe me paratë e tyre ndërton kullat në Tiranë. Do i gjejmë dhe do i marrim kudo që janë, në Dubai apo deri në Aruba, thot Berisha.